SPAK sekuestron 90 pasuri në vlerë miliona euro në pronësi të Kristo Qiricit dhe antarëve të grupit të tij kriminal që trafikonte sasi të mëdha hashashi drejt Greqisë me ndihmën e një grupi zyrtarësh policie. Qirici është vllai i Edmond Papës, biznesmenit që u ekzekutua në kryeqytet 3 vite më parë në shenjë hakmarrje për vrasjen e Aleksandr Sadikaj, i njohur si Sancho, që më herët u vra me shpërthim eksplozivi. Qirici sipas SPAK bashkë me Eldiana Lushajn drejtonte grupin kriminal dhe parat që fitonin nga trafiku investoheshin në pasuri të paluajtshme. Konkretisht është sekuestruar hoteli Blue Sky në pronësi të Qiricit, si dhe 10 pasuri të paluajtshme. Pasurit e tjera të vëna në sekuestro janë në pronësi të Eldiana Lushaj dhe Shkëlzen Krajës, ky i fundit një nga antarët aktiv të grupit. Bëhet fjalë për hotele, biznese, shoqëri e llogari bankare. SPAK thot se gjatë hetimit është provuar se parat janë produkti i veprimtarisë kriminale të trafikut të drogës. Grupi i Kristo Qiricit u godit pas zbërthimit të aplikacionit të koduar Sky ECC. Me lidhje me këtë grup kriminal rezultuan 3 zyrtar policie, si dhe Erdit Hazizaj, ish oficer dhe kandidat për kryetari i Bashkisë së Roskovecit.